Letra e parë e Gjonit, kapitulli 3, nga vargu 14. Fjala e Perëndisë vëllezër është kaq shumë e domosdoshme për çdo njeri që vërtet do t'i pëlqejë Zotit. Për çdo njeri që Perëndia e ka thirrur motra dhe vëllezër, aleluja, është pasqyra jonë, është pushimi ynë shpirtëror, ku ne forcohemi motra dhe vëllezër, ku ne rritemi lavdi Perëndisë. Prandaj ta shohim me seriozitet motra dhe vëllezër çdo varg që Zoti na jep, sepse gjithë shkrimi është i frymëzuar nga Perëndia vëllezër, lavdi Zotit, dhe është për ne. E falenderojmë Zotin. Ne e dimë se kemi kaluar nga vdekja në jetë, sepse i duam vëllezërit. Kush nuk e do vllain e vet, mbetet në vdekje. Kushdo që urren vllain e vet është vrasës. Dhe ju e dini se asnjë vrasës nuk ka jetë të përjetshme të qëndrueshme në vete. Nga kjo e kemi njohur dashurinë. Ai e dha jetën e vet për ne. Dhe ne duhet ta japim jetën tonë për vëllezërit. Dhe nëse njëri ka të mirat e kësaj bote dhe sheh vllain që është në nevojë dhe e mbyll zemrën me tij, si qëndron në të dashuria e Perëndisë? Djema të rinj, të mos duam me fjalë, as me gjuhë, por me vepra dhe në të vërtetën. Dhe nga kjo ne dimë se jemi në të vërtetën dhe do t'i bindim zemra tona para Atij, sepse po të na dënoj zemra jonë, Perëndia është më i madh se zemra jonë dhe njeh çdo gjë. Shumë të dashur, nëse zemra jonë nuk na dënon, kemi siguri përpara Perëndisë. Dhe ç'të kërkojmë e marrim nga Ai, sepse zbatojmë urdhërimet e Tij dhe bëjmë gjërat që janë të pëlqyera prej Tij. Dhe ky është urdhërimi i Tij, që besojmë në emër të Birit të Tij Jezus Krishti dhe ta duam njëri tjetrin si na urdhëroi Ai. Ai që zbaton urdhërimet e Tij qëndron në Perëndinë dhe Ai në të. Dhe prej kësaj ne dimë se Ai qëndron në ne, nga fryma që Ai na dha. Amin. E falenderojmë Zotin motra për fjalën që Zoti na mëson motra dhe vëllezër me detaje se cilët janë në vërtet dhe si duhet të jenë në vërtet ata që e duan Perëndinë. Sepse Zoti motra dhe vëllezër na thirrri të gjithëve, nuk na mori motra dhe vëllezër, por na thirrri me dashuri. Dëshiron që të më ndjekësh. Unë kam përgatitur, thot Zoti, vend për ju, që atje ku jam unë të jetoni dhe ju. Dhe thirrja jonë në Perëndinë është të vëllezër, aleluja, duke na dhënë një emër përmbi çdo emër, bij të Perëndisë, të ecim sipas fjalës të Perëndisë. E theksoj vëllezër sipas fjalës të Perëndisë, sepse të gjithë dëgjojmë që janë besimtarë, janë të krishterë, motra dhe vëllezër, aleluja. Të jesh besimtarë, motra dhe vëllezër, aleluja, ka një ndryshim shumë të madh me jo besimtarë.
Besimi do të thotë motra dhe vëllezër, shpresoj në gjërat e premtuara të Perëndis, në gjërat që unë nuk i shoh. Këta janë besimtarë. Dhe jo besimtarë, motra dhe vëllezër, aleluja, janë ata që nuk besojnë premtimit të Perëndisë, nuk i besojnë motra dhe vëllezër fjalës të Perëndisë. Sepse ai që beson në Zot, i beson dhe fjalës të Zotit, motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe ai që i beson fjalës të Perëndisë, ecën sipas udhëzimit të Perëndisë, sipas fjalës të Zotit. Për të motra dhe vëllezër, aleluja, nuk mund të funksionojë edhe logjika, motra dhe vëllezër, edhe besimi. Ne besojmë në fjalën e Perëndisë dhe themi amin në fjalën e Perëndisë, vëllezër. Shpeshherë logjika mund të mos e pranojë dot fjalën e Perëndisë. Atëherë mund të jeni dhe ju, thotë Zoti. Me logjikën, motra dhe vëllezër, si mund të ndodhë një gjë e tillë? Askush nuk mund t'i jap dot shpjegim si do të ndodhë një gjë e tillë që aty ku është Perëndia do të jemi edhe ne. Por me besim, motra dhe vëllezër, aleluja, ne besojmë që ashtu siç veproi në të fryma, motra dhe vëllezër, të njëjtën frymë na ka dhënë Zoti edhe ne, do të veprojë në ne. Dhe ne besojmë, motra dhe vëllezër, aleluja, që e njëjta frymë që Zoti Jezus kishte dhe na dha dhe ne, motra dhe vëllezër, aleluja, do ta bëjë këtë vepër. Nuk mundet vepra, motra dhe vëllezër, aleluja, të bëhet nga njerëzit. Njerëzit përpiqen me logjikën e tyre, motra dhe vëllezër, të ndërtojnë një besim. Po sipas logjikës, vëllezër, aleluja. Kurse fjala e Perëndisë na mëson që ne të kemi një popull të veçantë që ecën sipas besimit në fjalën e Perëndisë. Na ka dhënë frymën e Perëndisë Zoti, vëllezër, që askush nga ne të mos përpiqet vetë të bëjë diçka. Sepse nuk mundet të bëhet vepra e Perëndisë njerëzore. Ju s'mund të bëni dot asgjë, thotë Zoti, pa mua. Po ne kemi Zotin, vëlla, nuk mund të bëjmë dot diçka. Njeriu mund të bëjë diçka, motra dhe vëllezër, aleluja, kur ka vdekur. Po si mund të bëjë njeriu diçka kur ka vdekur, motra dhe vëllezër, aleluja? Nëse nuk ka vdekur njeriu, vëllezër, aleluja, nuk është aty ku Zoti dëshiron. Zoti kërkon, motra dhe vëllezër, aleluja, që ne të vdesim në mish. Dhe çdo gjë ta ndërtojë në ne fryma e Perëndisë. Atëherë, motra dhe vëllezër, aleluja, kur njeriu ka vdekur në mish, fryma e Perëndisë vepron në ky njeri dhe njerëzit shohin vërtet një krijesë të re. Kisha e Perëndisë bëhet fjalë për një krijesë të re, vëllezër, aleluja, për njerëz të rilindur, për njerëz që nuk kanë lidhje, motra dhe vëllezër, aleluja, me dëshirat e tyre dhe me botën jashtë. Ata kanë lidhje vetëm të bëhet vullneti i Perëndisë në jetën e tyre, të mbushen plot në frymë dhe fryma të flasë, mundet, po patjetër, motra dhe vëllezër, fryma të flasë dhe ti të përgjigjesh. Të kesh një marrëdhënie me Perëndinë, të udhëhiqesh nga fryma e Perëndisë. Është shumë e vështirë kur unë vendos logjikën, motra dhe vëllezër, bashkë me dëshirat e mia dhe kërkoj që Zoti të më udhëheqë në rrugën e vet. Nuk mundet, motra dhe vëllezër. Njeriu duhet të vdesë, thot fjala e Perëndisë. Nëse thot kjo farë, motra dhe vëllezër, nuk shpërbehet brenda, nuk mund të sjellë dot fryt. Fara është e vogël, thot motra dhe vëllezër, aleluja, por kur hidhet në tokë shpërbehet. Shpërbehet dhe nuk është më farë, por çfarë? Lëshon në rrenje, ka një bisk dhe lëshon fryt, motra dhe vëllezër, aleluja. Që do të thotë bëhet një krijesë tjetër, e dukshme,
por jo ajo që ishte më përpara. Më përpara ishte një fara, e thata. Dhe tani është një bimë, motra dhe vlezër, aleluja, që sjell fryt. Kështu është në i krishteri, kur fjala e Perëndis, kjo fara, zëvend në zemrat tona, shpërbën, motra dhe vlezër, aleluja, gjithçka në ne. Apostulli Paul thot, i konsiderova të gjitha gjërat që unë i shikonja të vlefshme ple. Nuk më vlenin të gjitha ato gjëra që unë kisha, kur njoha Zotin, motra dhe vlezër, aleluja. Kur njeriu Zotin, vlezër, aleluja, dhe dëshiron të komunikoj me Zotin dhe të mbushet me frymën e Perëndisë, ai sheh gjëra të tjera, motra dhe vlezër. Dëshiron gjëra të tjera në jetën e tij. Ne nuk erdhëm këtu, motra dhe vlezër, aleluja, si bijë të Perëndisë, që të kujdesemi, motra dhe vlezër, aleluja, për marrëmarrjen tonë. Këtu. Ashtu në atë gjendje si na thirri Zoti, motra dhe vlezër, ne jemi tani njerëz frymëror të barabartë. Nuk ka, motra dhe vlezër, dallime, por jemi vlezër dhe motra të zgjedhur nga Perëndia, që kanë vdekur, motra dhe vlezër, për dëshirat e tyre dhe jetojnë për vullnetin e Perëndisë. Ky është një popull i zgjedhur nga Perëndia, që fryma e Perëndisë e drejton, motra dhe vlezër. E falenderojmë Perëndin. Nëse nuk do arrijmë, motra dhe vlezër, aleluja, ashtu si thot fjala e Perëndisë, ta çmojmë njëri tjetrin, ta duam njëri tjetrin, të kujdesemi për njëri tjetrin, vlezër, aleluja, gjithçka tjetër nuk vlen në kishë. Dhe Zoti nuk vepron dot në një kishë të tillë. Vargu që lexuam, motra dhe vlezër, thot, ne e dimë se kemi kaluar nga vdekja në jetë, sepse i duam vlezër. Ne e dimë, motra dhe vlezër, se kemi kaluar nga vdekja në jetë. Që do të thotë nga njerëz mishorë, motra dhe vlezër, aleluja, në njerëz frymëror. Ata që janë në frymë të Perëndisë, motra dhe vlezër, aleluja, Zoti thotë janë të ngjashëm me birin e Perëndisë. Ai është, motra dhe vlezër, shembulli i të gjithë të zgjedhurve. Në një vend na thotë, motra dhe vlezër, fjala, ta doni njëri tjetrin ashtu si unë ju desha juve. Kishte ndonjë pretendim Jezus Krishti në ne, motra dhe vlezër, që erdhi dhe u kryqëzua për ne? Jo, motra dhe vlezër. Vetëm na deshi të shpëtohemi. Nuk na ndau të mirë dhe të liq, motra dhe vlezër. Erdhi thot për të gjithë njerëzit, e falenderojmë Perëndin, që kushdo që beson në të, nuk tha, motra dhe vlezër, kushdo që e di këtë flijim, jo, kushdo që beson në të, ka kaluar nga vdekja në jetë, motra dhe vlezër. Ka jetë të përjetshme. Nuk do të vijë më pas, motra dhe vlezër, ka jetë të përjetshme. Pse? Sepse vërtet, motra dhe vlezër, ai njeri që e do Perëndin, ka vdekur, motra dhe vlezër, në mish. Dhe këtu prandaj thot Zoti, ne e dimë që kemi kaluar nga vdekja në jetë. Sepse i duam vlezër. Nga se do të na dallojnë ne, motra dhe vlezër, aleluja, që jemi bijë të Perëndisë, që jemi të krishterë. Vetëm nga dashuria, motra dhe vlezër, që do të keni për njëri tjetrin, thotë Zoti, ajo është pasqyra jonë, ajo është tregimi më i madh, motra dhe vlezër, që do t'ju bëjmë njerëz. Dashuria që do të kemi për njëri tjetrin. Zoti na thotë ta doni më shumë se veten njëri tjetrin, vlezër, aleluja. Kjo është kisha biblike në Bibël, motra dhe vlezër, aleluja, që Perëndia kërkon të na japë, të kuptojmë se si duhet të ecë njeriu i zgjedhur nga Perëndia në frymë, motra dhe vlezër, aleluja.
Kush nuk e do vllain e vet, mbetet në vdekje. Shumë e rëndësishme vëllezër ta shohim. Kush nuk e do vllain e vet, mbetet në vdekje. Kushdo që urren vllain e vet është vrasës. Dhe ju e dini se asnjë vrasës nuk ka jetë të përjetshme të qëndrueshme në vete. Kush është vrasës, motra dhe vëllezër? Ai që ka urrëtie brenda në veten e tij, motra dhe vëllezër. Ai që urren vllain apo motrën, thotë. Ai është vrasës. Dhe ju e dini shumë mirë, thotë, që asnjë vrasës nuk ka jetë të përjetshme, nuk do hyjë në mbretërinë e Perëndisë. Sa të kujdesshëm duhet të tregojmë, motra dhe vëllezër, në marrëdhëniet tona me njëri tjetrin. Sidomos, motra dhe vëllezër, në të zgjedhurit e Perëndisë. Me kishën e Perëndisë. Nga kjo e kemi njohur dashurinë. Ai e dha jetën e vet për ne, dhe ne duhet ta japim jetën tonë për vëllezërin. Për këtë lloj dashurie bëhet fjalë, motra dhe vëllezër, aleluja. Sa jemi ne gati t'i ngjasim Jezus Krishtin? Ai e dha jetën e vet për ne, thotë, që ne të shpëtojmë. Edhe ju, thotë, duhet ta jepni jetën tuaj për vëllezërin. Është e mundur, motra dhe vëllezër, aleluja. Pa mundur. Nuk mundet, motra dhe vëllezër, aleluja, t'i japë dikush jetën për vëllezërin. Po për çfarë bëhet fjalë këtu? Për cilët njerëz bëhet fjalë këtu? Ne duam të shikojmë njerëz si janë në fjalën e Perëndisë. Marrëdhënia jonë, motra dhe vëllezër, aleluja, me Zotin, nuk është një marrëdhënie, motra dhe vëllezër, aleluja, bisedash. Marrëdhënia jonë me Zotin është një marrëdhënie, motra dhe vëllezër, komunikimi me ta. Që do të thotë, unë shkoj, i lutem Zotit, motra dhe vëllezër, po jo thjesht i lutem, po shkoj të bisedoj me ta. Në lutjet e mia, kur unë shkoj dhe gjunjëzohem përpara Perëndisë, vëllezër, aleluja, nuk shpije vetëm lutjet e mia, po shpije falënderimet e mia, vëllezër. Se fjala lutje, vërtet, motra dhe vëllezër, ne shpijem problemet tona, lerini tek mu, thotë Zoti, dhe adhuroni Perëndinë. Dhe ne duhet të shkojmë të adhurojmë Perëndinë, vëllezër, aleluja. Di Zoti, pa hapur gojën ne, thotë, se çfarë problemesh ne kemi. Dhe ai është në gjendje të zgjidhë gjithçka. Nëse unë shkoj dhe e falenderoj, si ta falenderoj, vëlla, aleluja? Si mund ta falenderoj Zotin? Në këtë gjendje s'kam fuqi. Dhe Zoti, motra dhe vëllezër, aleluja, thotë, eja një tek unë dhe lere barën tek unë. Që do të thotë, motra dhe vëllezër, e besoj ku po shkoj. E besoj që këtë barë të rendi që askush s'mund të marrë që mua, vëllezër, aleluja, ja kam lënë atij që është plot fuqishëm, që ta zgjidhë. Sipas besimit tënd, që të vesh të marrësh diçka në Zot, motra dhe vëllezër, aleluja, në një problem ne kemi shembull. Dhe mere vetën tënë dhe motra ime, vëlla im, aleluja, si ai e ka të ndarë, që kishte ushtarin e smu. Dhe shkoi Jezus Krishtit. Kërkoi Jezus Krishtit, motra ime, aleluja, që të shëroje me besim,
Sepse shumë njerëz e ndjekin Jezus Krishtin, vëllezër, aleluja. Ky që shkoi të lutej për ushtarin e tij, më nuk ishte me të. Ama kishte dëgjuar për të. Dhe shkoi me besim tek ai dhe i tha, ushtari im përbluan shumë. Mundet tha që ta shërosh Zot. Do të vi në shtëpi, tha Zoti. Jo, ti nuk mund të vish dot në shtëpi. Sepse unë jam një mëkatar. Nuk të ysh do të ti në shtëpi. Por unë di që kam ushtar në vete dhe ju jap urdhër dhe ata e zbatojnë. Edhe ti mund të thuash një fjalë dhe ai të shkruaj. Dhe Jezu Krishti nuk e përgjigj atij, por ktheu kokën nga ne për ata që ishin me të. Të tillë besim tha, nuk kam parë në Izrael. Të këtillë të njohur Jezus Krishti, se kush është në të vërtetë Jezus Krisht, nuk kam parë në Izrael. Shkota sipas besimit të parë. Gruaj tha, nuk është mirë që bukën e fëmijëve t'ju ja përqendën. Dhe jo, nuk doli nga në shtëpia motra, aleluja, dhe takoi Jezus Krishtin. Ishte një dhimbje shumë të madhe për fëmijën e saj që ishte në atë gjendje të sëmundjes. Dhe kishte bërë rrugën që të takonte Jezus Krishtin, vëllezër, aleluja. Nuk ishte me Jezus Krishtin. Dhe Zoti motra dhe vëllezër i flet në këtë mënyrë. Dhe ajo i thot, po, Zoti i thot, unë edhe qenë, të thotë. Jetojnë me fëmijat që bjenë nga sotrinjtë e tyre. Dhe Zoti i thotë për sëllimu të vëllezër, aleluja. Besimi ju të shumë madhe. Shko dhe bia jote është e shëruar. Si mund të marrë njeriu, motra dhe vëllezër, aleluja? Kur ne jemi gjithmonë në një marrëdhënie me Perëndimin, i lutemi Zotit, motra dhe vëllezër, aleluja, dhe nuk marrim. Sepse, motra dhe vëllezër, aleluja, ne nuk besojmë. Po të besonin, motra dhe vëllezër, ashtu si tha Jezus Krishti, sa një kokër si napi, ju do të zhvendosni male. Këti mali po t'i thoshit ikë që këtu dhe do t'ju bindë. Besimi është, motra dhe vëllezër, aleluja, gjëja më e rëndësishme për besimtarin. Nuk më mjafton, motra dhe vëllezër, të thuash unë besoj në Zotin. Të besosh në Zotin, motra dhe vëllezër, aleluja, do të thotë të jetosh për diçka tjetër. Të jetosh, motra vëllezër, aleluja, si një qytetar qiellor në tokë. Jo si një toksor, motra vëllezër, aleluja. Dhe qytetarët qiellorë, adheun e tyre kanë qiellin dhe mendojnë vazhdimisht, motra vëllezër, aleluja, për adheun e tyre. Ashtu si unë jam një në atin tim dhe bëj vullnetin e atit tim, edhe ju, nëse do të zbatoni fjalën e Perëndisë, do të jeni në mua dhe unë në ju. Dhe atëherë do të kërkoni gjithçka dhe do t'ju jepet. E falenderoj Perëndin. Nga kjo e keni njohur dashurinë, ai e dha jetën e vet për ne. Edhe ne duhet ta japim jetën tonë për vëllezërin. Nëse një njeri ka të mirat e kësaj bote dhe e sheh vllain që është në nevojë dhe e mbyll zemrën e tij, si qëndron në të dashuria e Perëndisë?
Si mundet motra dhe vlezër, aleluja, thot një njeri që ka gjithë të mirat e kësaj bote, dhe e shek vllajin me një nevojë. Dhe ai e mbyll zemrën, motra dhe vlezër, aleluja, për vllajin. Si mundet dashuria e Perëndisë sot të jetë në të? Ai mbështetet, motra dhe vlezër, aleluja, në pasurinë e tij. Kurse në Bibël në mëson, motra dhe vlezër, aleluja, që ai që ftoi Jezus Krishti në shtëpinë e tij, Zakeu, dha gjithçka, motra dhe vlezër, aleluja, për ata që kishin nevojë. Gjysmën e pasurisë do t'ju jap të varfërve. Nuk e detyroi njeri, motra dhe vlezër, por kjo ndodh kur Jezus Krishti hyn në shtëpinë tënde. Kur Jezus Krishti vjen në zemrën tënde, ti nuk e nevojë më, motra ime, vllajin, për asnjë gjë. Sepse është Zoti që plotëson gjithçka në jetën tënde. E falenderoj. Ndjema të mos duam me fjalë, as me gjuhë, por me vepra dhe në të vërtetë. Mos duam me fjalë, vlezër, aleluja. Dini që do të thotë nuk duam të jeni me fjalë. Përpara vllajit dua, motra dhe vlezër, aleluja, dhe mbas shpine gjithçka, motra dhe vlezër, të keqe. Dashuria. Të flasësh për vllajin, motra dhe vlezër, aleluja, kur ai s'është është dashuri. As me gjuhë, thot, por me vepra dhe në të vërtetë. Dhe kur fjala thot, motra dhe vlezër, duhet ta duash vllajin me vepra dhe në të vërtetën, nga do t'i dallojmë ne besimtarët, motra dhe vlezër, aleluja, sepse blidhemi në një bashkësi. Diku lexova para se të ngrihesha, motra dhe vlezër, aty, se po i dukesha Zotit, Zot në orientor, Zot, çfarë duhet të flasë. E falenderoj Perëndin, vlezër, aleluja. Dhe Zoti, motra dhe vlezër, aleluja, të shëtit, të shohësh, ata thotë ishin një disnesh, nuk ishin nga tanët. E mësus të remën, nga se të t'i dallojmë ne, ata që s'janë në bijtë të Perëndisë, të zgjedhurit të Perëndisë, vlezër. Nga dashuria. Janë midis nesh, por nuk janë, motra dhe vlezër, aleluja, nga Perëndia. Pse ai që s'ka dashuri, thot, motra dhe vlezër, aleluja, nuk është nga Perëndia. Dhe nga kjo ne dim se jemi në të vërtetën dhe do t'i bindim zemrat tona para Tij. Sepse, po të na dënoj zemra, Perëndia është më i madh se zemra jona dhe njeh çdo gjë. Nëse unë vërtet dalloj, motra dhe vlezër, aleluja, që zemra ime më flet, nuk e mirë. Nuk u solla mirë me vllajin, nuk u solla mirë me motrën. Dhe zemra më dënon, nuk e bërë mirë. Ne kemi, thot, motra dhe vlezër, aleluja, një Zot që është përmbi ne, që ai di të fshetat e zemrës tonë. Ai di, motra dhe vlezër, aleluja, edhe këtë korrigjim që na bën zemra ne. Perëndia është më i madh se zemra jonë dhe njeh çdo gjë. Shumë të dashur, nëse zemra jonë nuk na dënon, kur në zemrën time nuk kam ndonjë diçka, me asnjë vëlla, me asnjë motër, nuk më dënon zemra ime për askënd, motra dhe vlezër, i dua të gjithë vlezërit, ky njeri ka siguri përpara Perëndisë. Është i sigurt, motra dhe vlezër.
Dhe që të kërkojmë, e marrim nga ai, sepse zbatojmë urdhrimet e tij dhe bëjmë gjërat që janë të pëlqyera për tij. Kush motra dhe vëllezër merr nga Perëndia edhe një dhe që të kërkojmë marrim nga ai dhe zbatojmë urdhrimet e tij dhe bëjmë gjërat që janë të pëlqyera prej tij. Nëse zemra jonë nuk na kënon. Kemi siguri përpara Perëndisë dhe Zoti vepron motra dhe vëllezër në lutjet tona. Falenderoj. Dhe ky është urdhërimi i tij që besojmë në emrin e Birit të tij Jezus Krisht. Urdhërimi i atit tonë motra dhe vëllezër për ne që besojmë në Jezus Krishti është ta duam njëri tjetrin si na urdhëroi ai. Jo një pjesë motra dhe vëllezër, ta duam njëri tjetrin ashtu siç na urdhëroi Perëndia. Nuk na erdhi motra dhe vëllezër, aleluja, dhe ai tha këtë do marr, jo motra dhe vëllezër, aleluja. Ai që beson në mua, thotë Zoti, do të marrë jetë të përjetshme, do të ketë jetë të përjetshme. Këtë vepër bëri Zoti për të gjithë njerëzit. Edhe ne motra dhe vëllezër këtu fjala na thotë të duam njëri tjetrin si na urdhëroi ai. Pas një lloj motra dhe vëllezër, aleluja, pretendimi në vëllezër. Të duam njëri tjetrin si bijtë të Perëndisë, si një familje e zgjedhur nga Perëndia. Vetëm atëherë motra dhe vëllezër, aleluja, kur ne të ndërtohemi vetëm në dashuri të Perëndisë, nëpërmjet frymës të Perëndisë, vëllezër, aleluja, se njerëzore nuk mund të bëhet të duash armikun motra dhe vëllezër, s'mund të bëhet. Vetëm në frymën e Zotit mund të bëhet të gjitha gjërat. Prandaj thotë do t'i dallojmë njerëzit. Kush është në frymën e Perëndisë? Ai që di të falë. Ai që përulet motra dhe vëllezër, aleluja. Ai që thotë të ka falur dhe nuk mbaj mend asnjë gjë nga ato që më ke bërë. Këtë e bën vetëm fryma e Perëndisë, vëllezër, aleluja. Ai që zbaton urdhërimet e tij qëndron në Perëndi. Ai që zbaton urdhërimet e Perëndisë, fjalën e Perëndisë. Nga do të dallojmë? Në fjala e Perëndisë, motra dhe vëllezër, aleluja, dallohet si ecën njëri dhe tjetri. Jo na pëlqen apo s'na pëlqen ne. Si ecën në fjalën e Perëndisë, motra dhe vëllezër. Ai që zbaton urdhërimet e tij qëndron në Perëndinë dhe ai në të. Dhe prej kësaj ne dimë se ai qëndron në ne. Nga fryma që ai na dha. Na ka dhënë nga fryma e tij, motra dhe vëllezër, aleluja, Perëndia. S'mund të themi motra dhe vëllezër, aleluja, kam frymën e Perëndisë dhe urej vllai dhe urej motër. Kam frymën e Perëndisë. Urejtja nuk ka vend me dashurinë, motra dhe vëllezër, aleluja. Ai që është i krishterë vërtet nga fryma e Perëndisë është i mbushur plot me dashuri. Perëndia na fal ne në çdo sekondë, motra dhe vëllezër, aleluja. Kështu duhet jemi me njëri tjetrin. Të falim, motra dhe vëllezër, aleluja. Sepse mundet nga njëri tjetri me njëri tjetrin të lëndojmë njëri tjetrin, vëllezër, aleluja. Por shpejt, thotë Zoti, pa perënduar dielli, thotë motra dhe vëllezër, aleluja, që të mos vi djalli dhe t'ju gjykojë përpara meje, t'ju sjellë përpara meje, ja këta janë bitë e tu, motra, aleluja. Të vini një gjumin dhe t'i thoni Zot, ka popa Zot, falë në Zot. Atëherë, motra dhe vëllezër, aleluja, Zoti është i mëshirshëm dhe na fal. Kur nuk qëndron në ne drejtësia ime, po unë kisha të drejtë, po motra. Pranoni, thotë Zoti, t'ju bëjmë pa drejtësi. Sepse është dikush tjetër që do të vendos drejtësi.
E falenderojmë Zotin. Zotin.